lëkurë e shëndetshme nuk varet vetëm nga kremrat, por edhe nga ajo që ham çdo ditë. Frutat e pasura me vitaminë C, si portokalli, kivi dhe luleshtrydhet, ndihmojnë në prodhimin e kolagjenit dhe mbrojnë lëkurën nga dëmtimet. Perimet me ngjyrë jeshile dhe karotat janë të pasura me antioksidant që mbështesin rigjenerimin e lëkurës. Peshqit e yndyrshëm, si salmoni dhe skumbria, përmbajnë acide yndyrore omega-3, të cilat ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe mbajtjen e lëkurës të hidratuar. Arrat, bajamet dhe farat ofrojnë vitaminë E dhe yndyrna të shëndetshme që mbrojnë qelizat e lëkurës. Mos harroni edhe ujin. Hidratimi i mjaftueshëm është thelbësor për një lëkurë me pamje të freskët. Përpiquni të kufizoni pijet me shumë sheqer dhe ushqimet ultra të përpunuara. Pasi, te disa persona ato mund të përkeqësojnë problemet e lëkurës. Një dietë e ekuilibruar është aleati më i mirë për një lëkurë të shëndetshme. Lëkura është pasqyra e asaj çfarë ndodh brenda organizmit ton. U përmendën në një herë, dhe fakti është shumë e vërtetë që shpesh herë harxojmë shumë para në kremra dhe trajtime estetike, por harrojmë se ushqimi që ne konsumojmë çdo ditë ka një ndikim të drejtë për drejtë në shëndetin dhe pamjen tonë. Disa ushqime ndihmojnë në hidratim, rigjenerim, mbrojtjen e lëkurës, ndërsa disa të tjera favorizojnë aknet, inflamacionin dhe plakjen e parakohshme. Cilat janë këto ushqime, i kuptojmë përmes kësaj bisede, sepse me ne në studio është nutricionistja Marlina Çela. Shumë kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit. Për të folur për organin më të madh në trupin e njeriut, të cilin ne nganjëherë edhe neglizhojmë, edhe pse nuk bëjmë mirë, lëkurën. Cilat janë 5 ushqime që duhet të jenë patjetër pjesë e dietës dhe regjimit tonë ushqimor për një lëkurë të mirë? Okej, unë do të përmendja që të parat, të janë frutat e thata, të janë perimet jeshile, si spinaqi, sallatrat, kale, është shumë e rëndësishme. Peshku me omega-3, janë specat e kuq dhe specat jeshil, të cilët janë të mbushur të plot me vitaminë C, gjëra të cilat na ndihmojnë në largimin e toksinave në të gjithë trupin dhe të fytyrës. Marli, a ke ti ndoshta një hile të përditshme, një smoothie që e përgatit për veten tënde për të patur një lëkurë shumë të mirë? Me çfarë e nisi ditën? Unë ditën e filloj të zakonisht me një gotë selino dhe më pas gjatë ditës, që mbas aktivitetit fizik, unë do të konsumoja kale edhe selino prapë. Selino, mund të themi që selino është një antioksidant shumë i fuqishëm. Një antioksidant shumë i mirë, reflektohet në lëkurë. Për çfarë ndihmon tjetër? Ndihmon në hidratimin e lëkurës, në përmirësimin e barrierës së lëkurës, gjë që është shumë e rëndësishme, kështu që fytyra të ketë atë shkëlqimin e nevojshëm. Qartë. Dhe një ndër elementet të më të rëndësishëm në faqet e ndërpres është uji. Hidratimi, sidomos në ditët e nxehta të verës, që është shumë i rëndësishëm. Sa litra ujë duhet të pimë në ditë për një lëkurë të shëndetshme, një lëkurë vitale, pa shenja, pa akne? 2 deri në 3. 2 deri në 3 është shumë i rëndësishëm hidratimi dhe na ndihmon shumë në një lëkurë që sa më të pastër. Por që janë shumë faktorë që ndikojnë në një lëkurë të pastër, si stresi, sa më pak rekomandohet që sa më pak ta menaxhojmë. Është pak i pa menaxhueshëm këtë kohë, por do duhet të gjejmë një formë ta menaxhojmë. Gjuhën është shumë i rëndësishëm gjithashtu për një lëkurë. A ka ushqime që ne janë duke na e plakur lëkurën dhe ne nuk e kuptojmë? Po, janë ushqimet e përpunuara, janë ushqimet e paketuara, që patatinat, fast food, duhani, alkooli, që për ata që konsumojnë alkoolin, është shumë i dëmshëm të për lëkurën. Të gjitha këto sjellje na bëjnë që të kemi një lëkurë më të plakur. Po. Çfarë mund të themi për aknet? Cilat ushqime na shkaktojnë aknet? Aknet. Ato në fakt të kanë, të varet nga tipologjia e çdo personi, të organizmit, në momentin që dikush varet nga çfarë janë krijuar ato akne. Kështu që ne mund të suportojmë të vetëm me një ushqim shumë të mirë. Pra, nuk flasim për çrregullimet hormonale, por flasim për... Ato ka një mjekim të dedikuar. Pikërisht, flasim për të regjimin ushqimor të kujdesur.
disa ushqime që edhe mund të na shkaktojnë akne, mund të rrisin yndyrën e lëkurës, yndyrën e lëkurës së fytyrës. Çfarë mund të jenë fast foodet për shembull? Fast foodet, junk food, të patatinat, ato tortat e paketuara, apo akulloret me shumë qumësh për shembull, gjë që ne mund t'i marrim si organike, mund të themi, apo bio, por ndërkohë ndodh që sheqeri është armiku numër 1 i fytyrës, që sa më pak aq më mirë. Aq më mirë. Çfarë? Marli, a janë disa fruta patjetër çdo ditë në shtëpinë tënde që ti nuk u ndan asnjëherë fëmijëve të tu? Po. Çfarë? Molla, banania, ndërsa për vete të prapte selinoja, kështu dhe tek avokado. Selino dhe avokado për vete. Pse? Po. Avokado? Ndihmojnë në përmirësimin e barierës të lëkurës dhe në hidratimin, sa hidratimi është çelësi. Qartë, mirë, sepse po flasim për gjithçka ne konsumojmë, por ndalemi tek eliksiri i mëngjesit, jo jetës, kafja. A na plak kafja fytyrën? Kafja nuk na ndihmon, por që në momentin që ne kalojmë dozën e kafes, normalisht kthehet në bumerang, edhe pse ne mund të ndihemi mirë në moment, por që kafja me duhane së bashku nuk na ndihmon. Për shkak të dehidratimit? Dehidratimit të tepërt, po, dehidratimit tepërt, edhe të fillojnë ato rrudhat e tepërta pastaj, qoftë te femrat edhe te meshkujt. Sigurisht edhe tek meshkujt. Pra kafe por me mas, na sugjeron, e qartë. Marli, të flasim për një produkt tjetër që ndodhet në çdo familje shqiptare, vaji i ullirit. Vaji i ullirit, po. Sa ndihmues është për të patur një shëndet mirë dhe rrjedhimisht, a ka një ndikim në lëkurën tonë? Ndihmon në hidratimin e lëkurës. Qoftë njëherë dhe aplikimin direkt në lëkurë i vajit të ullirit. Unë nuk do ta aplikoja, sepse të vaji i ullirit të mund të rrisë dhe pH-n e lëkurës, edhe në këtë ditën tjetër, personalisht unë nuk e përdor. Po. Se kam një lëkurë shumë të ndjeshme, edhe në momentin që rritet dhe pH i lëkurës, shtohen aknet, dalin aknet. Pra në konsum? Në konsum patjetër që po, edhe në gatim, edhe gjatë sallatrave, por që ta vije direkt në fytyrë, nuk do ta sugjeroj. Nuk do ta përdorja. Pra ti je gjithmonë me metodologji që në ndryshimin e nissim së brendshme. Patjetër që po. Që konsumojmë çdo ditë. E dashur, cila është rutina jote ditore për kujdesin e fytyrës? Flasim këtu për produkte që përdor. Për produkte që përdor. Unë nuk do përdor kurrë si një produkt të cilin, që ta marr si shembull, e ka një mikesha ime, kështu duhet ta përdor edhe unë. Absolutisht jo. Asnjë tipologji nuk është e njëjtë. Kështu që unë kam larsin tim personal, hidratantin tim personal dhe fondatinën, gjërat e gocave, pastaj janë të personale. Larës dhe hidratant. Asgjë tjetër? Po. Asnjë acid hialuronik, acid salicylik. Ato i marrësh nga trajtimet, pastaj për mirëmbajtje të lëkurës. Personalisht. Por jo se i përdor pjesë të rutinës, pra që i aplikon për ditë. Jo. Duke qenë që kam një lëkurë shumë sensitive, mundohem që t'i shmangë. Këto të janë rekomandimet e dermatologës. Pra, kjo lëkurë që t'i gëzon sot, praktikisht është si rezultati asaj çfarë konsumon. Jo i kujdesit, sepse ti ke një kujdes normal, të thjesht, një larës, një hidratant dhe asgjë më shumë. Qartë, mirë. Marli, si e shpjegojmë që vajzat sot, dhe po flas për vajzat sepse janë dhe grupi më i shqetësuar, të paktën në vendin tonë për lëkurën e tyre, vajzat sot edhe pse janë ndonse në një moshë shumë të re, ndonjëherë tregojnë si ka një lëkurë më të vjetër. Gjë që nuk ka ndodhur dikur me nënat tona, një vajzë dikur 20, gjante për 20, sot një vajzë tek 20-at mund të ngjasojnë lëkurën e saj për 35 apo më shumë. Çfarë ka ndryshuar së brendshmi? Ajo mund të jetë pak edhe gjenetike, nuk duhet ta harrojmë, edhe cilësia e çfarë konsumojmë ne sot, ushqimeve. Patjetër që po. Gjë që ne nuk na ndihmojnë, por që ndihmojnë plakjen e parakoshme. Pra gjithçka nis dhe trajtimet e tepërta apo make-upet e tepërta që gocat përdorin. Siç e shohim ndonjëherë mirëmbajtjen apo egzagerimet që bëjnë. Unë nuk jam pro egzagerimet. Me dukjen e tyre? Nuk jam pro egzagerimet. Jam shumë të naturalja dhe të kujdesit dhe të trajtimit. Cili është një ushqim që ti nuk ja jep kurse si fëmijëve? Të tu. Patatinat. Kur. Kur?
Kur. Asnjëherë. Bëhet një debat, bëhet një luftë e vogël të themi. Na trego situatën. Haribo, kur? E qartë, na trego situatën në shtëpi dhe diskutimin që ke me fëmijët e tu për këto produkte që janë shumë të dashura nga veçli. Po, do ikim në marketin, ne do blejmë gjërat e nevojshme që ne na duhen. Në momentin që aty fillon debati, që ne kalojmë te departamenti patatinave, ndalojmë pak, por ecim. Ata nuk na bëjnë mirë. Kërkojnë? Patjetër që po, ata janë fëmijë. Si ju a komunikon? Ata e din tashmë, ata e din. Si ju a ke komunikuar më përpara? Nuk do t'i marrim, sepse ato janë shumë të dëmshme. Dhe nuk i marrim. Okej, mërziten Kanë provuar patatina kur? I kanë provuar, që patjetër që po. Kur është hera fundit? Para 3 javësh në plazh i morëm dhurat edhe ato, nuk i bleva unë. Qartë. I morëm dhurat, për fat jo një mishë që ata na ranë në gura edhe nuk i konsumuam më. Sa mirë që ka ndodhur kështu. Fati jo një mirë. Fati juaj i mirë. Je kundra. Absolutisht. Kategorikisht Absolutisht, po. Qartë. Marli, një lëng apo një smoothie që çdo familje shqiptare duhet ta përgatisë në shtëpi. Cilin do sugjeroje në gjithë morinë e atyre lëngjeve që përgatit? Unë do përmendja fytyre më bazikët. Mollë shile, selinot dhe spinaq. Selinot dhe spinaq, pse çfarë na bën? Dhe mollë shile. Dhe spinaqi së bashku me mollën e shile. Të tre së bashku na ndihmojnë në hidratimin e lëkurës, të përmirësimin e organizmit, gjë që në momentin kështu që organizmi shumë i përmirësuar, na ndihmon në një lëkurë shumë më të qetë, më të pastër edhe më të hidratuar. Pra, për lëkurën, miku më i mirë është ky lëng i përgatitur nga selino, mollë e shile dhe spinaq. Po, dhe spinaq. Dhe nuk ka një kosto. Nuk ka një kosto të lartë, se janë produkte që gjejmë në çdo egzakt në shtëpinë. Edhe sugjerimin. Mirë, unë kam një pyetje e fundit që në fakt le të shërbej më shumë si një sugjerim për gjithë ata që po na shohin dhe ndjekin në këto momente. Çfarë u thua të kenë parasysh gjatë kësaj periudhe, meqense edhe temperaturat janë shumë të larta dhe uji është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm edhe jo junk food, jo patatina, jo gjëra jo të shëndetshme, dhe balancën në çdo gjëje. Jo alkool, jo... Në fakt, aty është suksesi dhe çelësi gjithçka, e balanca. Që nga një herë shpeshherë e humbasim. Marli, të falenderojmë shumë gjithashtu për të faleminderit edhe për juve. Dhe më shumë kënaqësi të presim sërish. Faleminderit. Gjithmonë mi pritet mirë. Një herë gati, ne bëhemi bashkë që t'ju japim një truk të thjeshtë për shtëpi tuaja. Si të mbani larg njerëzit e këqij, jo, mushkonjat. Vetëm pas pak është një truk që do të realizojmë në studio. Njerëzit e këqij nuk i mbajnë larg.